Edisonat, përshëndes, kush janë dënat më të fundit që ke mësuar lidhur me këtë ngjarje të rëndë? Ju përshëndes, ngjarja e rëndë e cila ka ndodhur ditën e djeshme në fshatin Lenie, pranë hidrocentralit i cili ishte në ndërtim dhe të dy personat e përfshirë në ngjarje ishin punonjës të firmës së ndërtimit e cila po punonte për ngritjen e hidrocentralit dhe fatkeqësisht një incident i dyshuar deri më tani i shkaktuar nga drejtuesi i kamionçinës shtetasi kujtim Hasa 53 vjeç i ka marrë jetën shtetasit tjetër 51 vjeç, kolegu të tij të identifikuar ose bërë publik tashmë vetëm inicialet e tij. Fatkeqësisht ka ndërruar jetë gjatë rrugës në spitalin e Gramshit për të marrë ndihmë mjekësore shtetasi me inicialet FV 51 vjeç. Sipas hetimeve paraprake në fakt nga grupi i hetimit i ngritur nga policia, dyshohet se kanë qenë manovrat e gabuara të punonjësit të kujtim Hysa, të cilat i kanë shkaktuar plagosjen dhe mëtej humbjen e jetës 51 vjeçarit. Sipas policisë, shtetasi kujtim Hysa akuzohet në fakt për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor, pasi sipas kodit ton penal, kjo është vepra penale të cilën ai e ka kryer dhe menjëherë sapo policia ka dalë në këtë konfirmim ka bërë të mundur arrestimin e 53 vjeçarit i cili rezulton banues në fshatin Mollas të bashkisë Cerrikut. Manovrat e gabuara me kamionçinën të paktën deri më tani në vendin ku ishin duke ndërtuar, mendohet se janë shkaku kryesor pasi 53 vjeçari nuk e ka parë dhe nuk e ka pasur të qartë vendodhjen e kolegut të tij dhe i ka shkaktuar incidentin e rënd. Ai në fakt të shoqëruar gjatë ditës së sotme në komisariatin e policisë së Elbasanit, nga ku do t'i japi shpjegimet në lidhje me ngjarjen e rëndë e cila ndodhi në vendin e punës, ku të dy personat ishin të punësuar dhe përpara grupit të hetimit të 53 vjeçari do t'japi versionin e tij në lidhje me ngjarjen e rëndë e cila fatkeqësisht përfundoi me humbjen e jetës së shtetasit të 51 vjeçar. Tashmë prokuroria e Elbasanit ka ngritur edhe grupin e hetimit dhe materialet e grumbulluara deri më tani i kanë kaluar prokurorisë për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje dhe në fund vendimin nëse shtetasi kujtim Hysa do të shpallet përfundimisht fajtor si shkaktar si personi që i shkaktoi vdekjen 51 vjeçarit apo nga gjykata më pas do të ketë edhe një vendim të formës më të lehtë ndaj 53 vjeçarit. Ky i fundit tashmë ndodhet në komisariatin e Elbasanit duke dhënë shpjegimet në lidhje me ngjarjen e rëndë e cila fatkeqësisht përfundoi me humbjen e jetës së një 51 vjeçari. Edisona Skënderit, falenderoj për raportimin tënd të drejtë për drejtë.